mbajtja e maskave, larja duarve është e rëndësishme, pemë dhe përime, të shmangim kriprat, ushqimet me yndyrë, sheqerdat. Shënjestër.net. Po në Prishtinë ka qenë goxha shkolla madhe e vaksinimit që në një mënyrë ka mbrojtur nga gripi sezonal. Përndryshe, larja duarve është e rëndësishme, mbajtja e maskave, Covidi na ka mësuar një gjë të rëndësishme që ta mbajmë maskën kur kemi kontakt me njerëz. Pastaj është ushqimi i pasur me vitamina, në këtë radhë është fjala për pemë dhe perime, të cilat do t'i lajmë me ujë të rrjedhshëm para se t'i konsumojmë. Të shmangim kriprat, ushqimet me yndyrë, sheqerdat, këto janë masat ndoshta më të mira për të parandaluar gripin. Përfshirë edhe atë që të shmangim kontaktin me të tjerët. Ta zëmë, nëse jemi të smur, më së miri është që të rrim në shtëpi, të pim çaj, ujë dhe supë, edhe të mos ekspozojmë virusin tek të tjerët. Paraprakisht të merren me aktivitet fizik në mënyrë që të kenë imunitet që ta shkatërrojnë virusin. Mirë, po përveç këtyre që përmenda, që janë në shtëpi, mund të marrin edhe këto sirupat që janë për koll, të gjitha sirupat që janë për koll mund t'i përdorin për të zbutur kollitjen. Pastaj janë këta sprejt që përdoren për zbutjen dhimbjes së fytit, edhe janë ato septoletet si në formë bombona që mbahen në gojë. Këto mund të merren edhe pa recept, edhe nuk janë të dëmshme. Mirë, po kur është fjala për antibiotikët, do të shmangin marrjen e tyre pa recept, edhe mos kërkojnë, sepse në shumicën e rasteve është virus i cili kalon vetë ju pa antibiotik. E sidomos mos kërkojnë infuzione, sepse përveç që nuk kanë ndonjë dobi, edhe mund të shkaktojnë dëm, edhe dëmtime të venave dhe bartjen e ndonjë infeksioni të mundshëm. Kur kanë virus, është më mirë që të qëndrojnë në ambiente të ngrata shtëpiake, të pinë çaj, ujë dhe supë, të përdorin paracetamol kur kanë temperaturën mbi 38 gradë Celsius. Mund të ndalin nga pak kur është një mot i mirë dhe pa mjegull, por jo që të bëjnë aktivitet të shtuar fizik në këto ditë. Të presin 3-4 ditë, gripi nuk zgjat shumë. Shënjestër.net.